Jemi kthyer në studio, sërish vazhdojmë me temën tonë, po si ti përgatisim vajzat tona për realitetin në cilin jetojmë? Si ti përgatisim për të kuptuar që nuk është gjithçka shumë e lehtë në jetë. Pra jeta ka vështirësi, ka sfida. Nora, si punon ti në këtë drejtim dhe unë do doja që të shoqëronim edhe me fotot e mbesës tënde, që ti na ke sjell sot për ta treguar se si prindërohet në shtëpinë tuaj nga një vajze. Ardhja e mbesës për ne ka qenë një nga gjërat më të mrekullueshme të jetës sonë dhe unë them që është bekimi i bekimit dhe do një kujdes të jashtëzakonshëm në të gjithë shka që ne bëjmë. Por, ne jemi munduar si gjyshër, se kemi dy role, prindërim dhe gjyshërim. Ne jemi gjyshërit modern, që jemi ende në punë, nuk jemi si ata gjyshërit tradicional të kohës, por duhet bëjmë dhe gjyshin tradicional, se do vi një moment që ajo do rritet, dhe kur ne të mos jemi, do thot, nëna më thoshte, gjyshi më thoshte, dhe i referohemi si që referohemi neve dinastisë së familjes sonë. Mua, në subkonsciencën time, gratë e familjes nga mami kanë qenë nga unë kam patur fatin të njohë stërgjyshet e mia. Dhe kanë qenë gra që atëherë ishin të studiuara, dinin 3 gjuhë tuaja dhe kishin edhe profesion në vendet ku jetonin. Pra ishin zonja të vërteta dhe shumë fisnike. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër na edukuan disa tipare dhe cilësi që erdhën me ADN-n tonë dhe me formimin në familje. Të njëjtën gjë mundohem të bëj dhe unë, po pa e vënë në roje solejnë. Dhe një nga këshillat më të mëdhaja është që nënat sidomos që janë pasqyra ku vajzat shohin veten e tyre dhe gjyshet që janë pasqyra ku ato shohin perspektivën se si do bëhen në mënyrë inocente, duhet jenë shumë të kujdesshme që të vendosin mirë rolin me njëra tjetrën, që do të thotë ti japësh dashuri mbesës, mos ta kalosh vizën e kuqe, ta lejosh që ke shtëpia nënës bëhen çfarë të duan, por është vetëm një çast se rregullat duhet jenë ke shtëpia ku jeton, ti mësosh që të jetë e përgjegjshme për veten e saj, ta mësosh, ta fusësh një çik në kuzhinë sepse është bukur, jo vetëm vajzën, por edhe djalin, se sot duhet të kuptojmë një gjë që është filozofike. Çdo nënë dhe baba, por në veçanti nënat që merren në fazën e parë me edukimin e fëmijëve, duhet të kuptojnë që fëmijët kanë ardhur për t'i shërbyer vetes, qoftë djalë dhe qoftë vajzë. Nëse do kuptojmë që një vajzë duhet të rregulloj krevatin, po ashtu dhe ta rregulloj dhe një djalë, i kemi mësuar si të menaxhoj jetën. Nëse i themi që duhet të ndjejë disa stereotipe dhe duhet të përdori disa fjalë falendëruese, do të thotë i kemi bërë empatik. Nëse i kemi thënë që duhet të dëgjosh dhe pastaj të kuptosh, do të thotë që kemi krijuar marrëdhënien e komunikimit. Nëse i themi që ti duhet japësh mendimin tënd dhe mos u ndikon nga mendimet të tjerëve, do të thotë që nesër mbesa të thotë, nëna, teta Rudina më sjell dhe më thret sepse unë jam e zonja, apo se jam mbesa e nëna Norës. Që do të thotë, ajo nuk pranon të shkoj se është mbesa ime, po ajo pranon të shkoj në një kompeticion, në një konkurim, apo të përfaqësoj, nëse ajo me të vërtet mendon që teta Rudina, teta Mirela, e thrasin sepse ajo ka aftësinë e saj. Që pra, emri duhet të jetë shumë i shenjtë për fëmijën. Enrico, në prindërimin tënd, cili ka qenë momenti më sfidues? Si mendon? Momenti më sfidues për mua ka qenë momenti që duhet i mësonja vajzat për vlerën e paras. Çfarë është paraja. Mbaj mend nga mesi i vitit 2000. Gocat shumë bukuroshe, ja këtu i shohim në këtë foto familje shumë e bukur, po? Fillova punë në një institucion dhe atje ishte me detyrim që paga do merreshin bank dhe na dhanë edhe atë kartën për herë të parë, wow, kartat e bankës. Dhe i thash Florës bashkëshortes, shikoj, do i marrim gocat, do t'i mësojmë çik tani me parat, se janë nga 9 vjeç, nga 10 vjeç, edhe fillojnë të ecin. Edhe i thash, do ikim, do treqim lek nga muri. Sepse bankomatet janë atje në mur. Vajtëm atje, nxora kartën, troqa, aq sa na duheshin për shpenzimet, për të blerë diçka në supermarket, dhe i thash, kështu dalin lekët nga muri, i thash. Edhe ato të vogla ngritën kokën, më shikoan mua kështu. Po i thash, kjo nuk është magji, e thash. Mos kujtoni se bëra magji. Këtu janë lekët e punës të një muaji që kam bërë unë, dhe kanë ardhur këtu dhe ne i treqim që pastaj të kalojmë pjesën tjetër, blejmë gjërat që na duan. Kur të rriteni ju, unë uroj që të keni 2-3 nga këto kartat, por çdo gjë duhet fituar me dinjitet dhe me punë. Sepse në të vërtet,
puna është ajo që jo vetëm trashëgimin që t'jep prindi, po dhe përvojën tënde e shton dhe të bën ty që të kesh atë që quhet pavarësia financiare, Patjetër. që për vajzat, për gjininë femërore, është shumë e rëndësishme pjesa e pavarësisë financiare dhe njohurive. Edhe për gjininë femërore, pra se është dukur sikur ai domeni i burrave dhe vetëm ata duhet të shqetësohen për çështjen e sigurisë financiare, edukohen në këtë drejtim. Kurse vajzat jo. Edhe ato njësoj duhet të fillojnë të kuptojnë që është e rëndësishme. Ardenisa, jam kurioze ti në prindërimin tënd tani. Cila është gjëja që ke më tepër frikë gjatë rritjes tani të Abigelit? Gjërat që të trëm ty më shumë në këtë fazë të jetës, çfarë mendon? Ose asaj që të pret? Ajo që më pret është pjesa e adoleshencës, që nuk di se çfarë më pret, tamam, sepse përpos pjesës që ne bëjmë maksimumin në familjet tona, ajo në pjesën më të madhe të kohës e kalon me shoqërinë në shkollë, dhe me thënë të drejtën, ne përpiqemi në maksimum, por nuk dim se me kë pajtohet gjatë rrugës, çfarë shikon gjatë rrugës, çfarë ndjek dhe çfarë do t'i pëlqej dhe asaj gjatë rrugës për të ndjekur. Kështu që ne jemi akoma në fazë pre-adoleshencë dhe jemi në pritje se çfarë do na ndodhi pas një 2-3 vjetësh. Ky është momenti më delikat dhe kur e prindje e kalon këtë fazë, unë besoj që ndjehet i shkruar apo jo mirë. Po do filloj me tjetrin pastaj Rudin. Ta kaloj atë në fakt është në një periudhë të vështirë dhe sigurisht, domethënë të rrisësh një fëmijë, nuk thonin kot, është si të ndërtosh një xhami, thoshin përpara, por nuk është e lehtë, sidomos thamë në ditët tona dhe sidomos tek vajzat e tek djemtë. Tani kur vajzat tuaja kanë qenë adoleshente, i bie gati para 15 vitesh, afërsisht. Dhe ka qenë e çfarë do kishit bërë ndryshe duke pasur parasysh që gjatë këtyre 15 viteve shumë gjëra kanë ndryshuar. Qoftë për sa i përket fuqizimit të grave në vetvete, qoftë për sa i përket informacionet që kanë nënat sot. Çfarë do kishit bërë ndryshe ju? Nëse do kishit mundësi tani që dini shumë më tepër gjëra. Shumë më tepër, po unë në fakt vajzat kanë diferencë 6 vite dhe shpesh më duket sikur tek vajza e madhe unë kam qenë më tepër kërkuese, sikur kam kufizuar atë më tepër. Dhe sa herë të kaloj tek bloku i famshëm, më mbushën syt me lot sepse ai ka qenë një pikë shumë në atë kohë, domethënë ka qenë e rrezikshme, ndërsa tani ka gjithandej lokale dhe unë gjithmonë që kaloj në mendjen time vjen kështu pa pasur unë fare, domethënë, gjithmonë them ky është ai vendi që unë i trembësha kaq shumë dhe nuk e lija vajzën. Kam një kështu, domethënë, shpesh e rikthehem dhe më vjen. Por, nëse kthehem prap, unë mendoj që do sillem njësoj, nuk do ndryshoj dot, sepse frika dhe ankthi për të panjohur dhe për gjërat që mund të ndodhin, është në çdo moshë, jo më në moshën e adoleshencës. Dhe unë në fakt e kam pasur kështu, të mbaronin gjimnazin, e kisha pjesë të mision të rëndësishëm që ata mos lëndoheshin. Dhe sigurisht ajo që ofronim në familje ishte shumë e rëndësishme, pra modeli që jemi duke parë këta vajzat e vogla, kur kanë qenë më të vogla këtu. Pak më, tani janë afër, domethënë, po duken kështu sepse janë të thjeshta, domethënë edhe janë kështu me ujë e sapun. Po, janë të dyja, është megi. Këtu më kanë bërë një dhuratë për festën e 7 marsit. Shumë bukur këtu, shumë bukur të treja bashkë. Po gjajnë duket mua nga babi, profesor Petriti, se e ka pasur profesorin tim dhe gjithmonë e përshëndes. Dhe kanë t'i parë, po. Unë të falenderoj, domethënë, sepse e kam thënë do ta them që mirënjohja nuk është i pari gjithë njerëzve. Unë i përshëndes gjithmonë, domethënë, gjithsesi ka pasur fat të kem mësues të mirë në jetë, po kanë qenë dy ato të veçantët e shkollës Tajin Prashuri në Elbasane dhe gjithmonë i kam përshëndetur. Njëri prej tyre profesor Petriti dhe mësuese Frederika. Mirë, familja është shumë e rëndësishme. Vajzat do marrin modelin dhe unë shikoj që ato kanë marrë, shpesh më thon tani, po bëhemi si ty. S'kam qa të bëj. Eri, ti si baba, si mendon sa është e rëndësishme prezenca jote fizike në këtë fazë të rritjes së vajzës? Dhe sa je ti në fakt prezent fizik të familje? Po, është shumë e rëndësishme, domethënë prezenca fizike domethënë në familje, sidomos në këtë fazë tani, domethënë që goca ime sapo ka mësuar. Ja sa bukur këtu është e vogël fare. Sapo ka mësuar që i thotë mami, marr babin në telefon, foli vuçi në telefon, vi babi shtëpia. Të kërkon, e mirë. Aty sa shkojnë në shtëpi do më pret gjithmonë, më ka përqafon, e duke do më që e ka munguar atë çështjen e situatës. Dhe neve do më ne kemi sistemuar pak ato orarët e punëve tona që çdo mbasdite do më të shkojmë, unë i marr nga Qerdhja, unë shkojmë gjithë në Qerdhe, rrim mbasdite, gatuajmë bashkë, bëjmë ato gjërat tona dhe pastaj bukur. Mirë, unë do doja sërish të kemi një ndërhyrje nga psikologja jone, cila le temi bëhet pjesë e panelit ton pikërisht nëpërmjet përgjigjeve të pyetjeve specifike. Dhe një pyetje është kjo: cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm ose mësimi më i madh që një prind duhet t'i jap vajzës së tij, se flasim gjithmonë për vajza sot fokusuar? Le të ndjekim përgjigjen e psikologës sot.
Prindrit në fakt mendojnë se vajza do mbajnë mend atë çfarë ata i kanë thënë. Por në të vërtetë ato do mbajnë mend se si prindrit i kanë bërë të ndihen. Nëse i kanë bërë të ndihen të pranuara, edhe në momentet vështira, nëse i kanë bërë të ndihen të dëgjuara, nëse i kanë bërë që të ndjejnë se kanë dashurinë e prindërve, edhe në rastet kur nuk kanë përmbushur çdo njërin prej pritshmërive që prindërit tyre kanë pasur. Kur një vajzë fillon këtë lloj sigurie emocionale, ajo ka tendencën që të zhvillojë marrëdhënie më të shëndetshme, të vendosë kufin më të qartë, të ketë një raport më të butë me veten e saj. Dhe kjo është dhurata më e madhe që një prind mund t'i bëjë vajzës së tij. Dhe mos harrojmë në fund fare se ajo që një vajzë do mbajë mend nuk do jenë fjalët e sakta që i tham, por ndjesia që i lam, që e deshëm pa kushte. Kjo ishte përgjigjja, ndërkohë që ne do të kemi sërish publicitet, kthehemi pas pak me lojën e goglave.